Ambasada e Mbretërisë së Arabisë Saudite në Shqipëri organizoi një iftar për besimtarët musliman me rastin e muajit të Ramazanit. Ftesës së ambasadorit Faisal bin Gazi Hivzi u përgjigjen përfaqësues të shtetit shqiptar, sikurse ambasador të huaj dhe figura të shquara islame në Shqipëri. Përfaqësuesi i Arabisë Saudite i angazhuar në vazhdimsi për forcimin e bashkëpunimit mes dy vendeve tona përcolli mesazhe urimi për besimtarët musliman për muajin e bekuar. Bismillahirrahmanirrahim. Me këtë rast nuk mund të lë pa përshëndetur dhe duke uruar edhe popullin mik të Shqipërisë me rastin e muajit të shenjtë të Ramazanit, duke uruar dhe ju lutur Allahu të madhëruar t'ia pranojë agjërimin dhe sakrificën e tyre në këtë muaj të begat. Dhe në fund të fjalës time me këtë rast i lutem Allahut gjithashtu që t'ia pranojë agjërimin dhe të gjitha sakrificat e tyre qofshin të shpërblyera në këtë muaj të mirësisë, në të muaj të mëshirës. Pranishmit vlerësuan veçanërisht angazhimin e mbretit të Arabisë Saudite për mbështetjen e muslimanëve në mbar botën, duke theksuar programet e ndryshme që janë ofruar në Shqipëri.